Bismillahirrahmanirrahim. Agjenda e djallit nuk është edhe që thjesht sa duket. Agjenda e djallit jo gjithmonë të mëson ose të bën ta mohosh të mirën. Ai bën diçka tjetër. Ai e bën të mirin të duket si rrezikshëm, të duket si i neveritshëm. Dhe për rrjedhoj, ti nuk e mohon të mirën, por fillon ta mohosh atë që e përfatson të mirën. Djalli jo gjithmonë haptas shfaqet kundër virtyteve, sepse edhe ai e di që nëse shfaqet në mënyrë të hapur kundër virtyteve, njerëzit natyrshëm do ta refuzojnë dhe nuk do ta pranojnë idenë ose teorinë e tij. Ai gati kurrë nuk thot mos u bëj i ndershëm. Ai gati kurrë nuk thot mos u bëj i mirë. Në fakt, ai bën diçka më të rrezikshme se kjo. E kthen të ndershmin në objekt dyshimi, e kthen të mirin në objekt talljeje, e kthen atë që thret në virtyte në njëri që duhet të tallemi me të. A thu pse? Sepse shumë e thjeshtë. Nëse bie besimi tek ai që flet për të mirën dhe paraqet të mirën, ma vonë bie edhe vetë e mira. Dhe kjo është betejë e vërtetë. Kjo është betejë reale e agjendës së djallit përballë të mirës ose të mirëve. Jo kundër virtyteve, por kundër atyre që i bartin virtytet. Prandaj, duhet të jemi shumë syqel. Jo çdo kritikë është e pafajshme. Jo çdo sulm ndaj njerëzve të mirë është rastësi. Shpesh ose në shumë të raste është përpjekje për ta shuajtur atë i cili ta kujton të mirën, atë i cili t'i kujton vlerat. Prandaj, Kurani fisnik, kur na flet për profetët dhe ata të cilët ishin kundër tyre dhe luftuan kundër tyre, Kurani fisnik në mënyrë të qartë e paraqet agjendën e atyre që ishin kundër profetëve. Ata jo gjithmonë e luftonin atë që predikonin profetët, por ata me mishe shpirt mundoheshin të hedhnin dyshime, të hedhnin balt mbi figurën e profetëve. Prandaj, një pjesë e madhe e akuzave nuk ishte në drejtim të asoj që thonin profetët, po ishte në drejtim të vetë atyre, qenjes së tyre, gënjeshtar, magjistar, ismur, ka probleme, e shumë akuzë dhe dyshime të tjera. Kjo ishte agjenda e djallit.